Ky është 24 vjeçari që dyshohet se u vra me armën e bler. Një ngjarje tronditse ka ndodhur pas ditën e së dielës në zonën malore mes fshatrave Lubisht dhe Skorobisht të Prizrenit, ku njëri ka humbur jetën në rrethana që kanë tronditur familjen dhe komunitetin. Sipas burimeve nga mediat, viktima është identifikuar si Anton Tunaj, 24 vjeç, i cili dyshohet se ka ndruar jetë pasi është qelluar me armë zjarri që po e provonte për ta bler nga njëri prej shokëve të tij. Rastin për mediat e ka konfirmuar policia e Prizrenit, e cila ka zbardhur detajet e fundit për ngjarjen tragjike. Sot më datë 11/5/2025, rreth orës 18:20 në stacionin policor Prizren veri 2 persona, njëri 24 dhe tjetri 23 vjeçar, kanë raportuar se derisa janë takuar me një person të tretë, viktimën, atë 24 vjeç, dhe i kanë dhënë një pistolet për ta shitur. Viktima, por sa ka marrë armën, ka shkrepur me armë në drejtim të vetes së tij. Patrulla policore menjëherë është nisur në drejtim të vendit të ngjarjes. Është njoftuar emergjenca dhe njësitë përgjegjëse gjithashtu. Në vend ngjarje, mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës me urdhër të prokurorit. Trupin pa jetë do ta dërgojnë për ekzaminim në IML, thuhet në njoftimin e policisë. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në orën 18:20, ku dy të rinj, SJ dhe DB, së bashku me viktimën, ishin ngjitur në një zonë pyjore për të testuar një armë të tipit revole. Sipas mediave, ata kanë deklaruar paraqituesve se Tunaj kishte shfaqur interesim për ta bler armën. Sipas versionit të tyre, pasi Tunaj kishte shkrepur 3 herë në tokë për të testuar armën, papritmas kishte drejtuar revolen nga koka dhe kishte shtënë mbi veten e tij. Të tronditurat janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes dhe janë paraqitur në polici për të raportuar rastin. Ndërkohë, njësitë e hetimeve dhe forenzikës në drejtimin e prokurorit të shtetit janë duke kryer veprimet hetimore për të ndriçuar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje, përfshirë origjinën e armës dhe qëllimin e saktë të takimit të dy të rinjt. Janë momentalisht të shoqëruar edhe në mbikëqyrjen policore, ndërsa rasti është duke u trajtuar nga sektori rajonal i hetimeve në koordinim të plot me prokurorin. Kjo ngjarje e rëndë, e cila përfundoi me humbjen e jetës së një njeriu, ka lënë pas pikëllim të thellë dhe shumë pikpyetje që autoritetet pritet t'i ndriçojnë në ditët në vijim.